shikues të emisionit Këshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tuaj Këshia Show. Faleminderit publiku që gjithmonë janë prezant pranë ekranave televizive, por faleminderit edhe sponsorëve atyre që e mësojnë këtë realizim të emisionit dhe na sjellin çdo javë. Këto është ujë Sibura, është prodhim venduar, një shishe ujë Sibura është një hap drejt jetës së shëndetshme. Doratogjitje pas është prodhim venduar. Pak më së doni. Faleminderit shumë. Është pije Aronika, fabrika për prodhimin e pijeve 100% natyrale, që këtu nuk janë vetëm lëngje, comme thonë në episodin e parë, por janë me vetishe ruse. Pronori Esat Berisha ka orë nga Zvicra dhe ka hop fabrikën në Prizren. Gjithë ju që dëni me i pos këtë pije, fabrika gjinët në Prizren, ka shumë lloje të Aronis, janë 100% natyrale, ku këtu mund t'i gjeni edhe në forma tjera, për shembull në formë çajit, e keni kështu në formë çajit, edhe e keni edhe në formë të reçilit për ju që jeni marak në qenë. Edhe janë 100% natyrale, janë prodhime vendore, doratogjitje pak më e madhe se janë prodhime vendore. Faleminderit shumë. Është Copier Computer Center Kosova, për ju që moni me vetë ku e ka marrë këtë laptop moderatori, që është laptop magjik. Gjendet tek Copier Computer Center Kosova, këtu me lokale fizikisht, gjendet te stacioni autobusave në Prishtinë, ose Copier Computer Center Kosova CCC e gjeni në Instagram, ku atë i gjeni çmimet më të lira në treg edhe janë fantastik se i kanë edhe produkte shumë kualitative, doratogjitje pak edhe për to. Si dhe sponsori ju në tashmë javur, Florimi me Checker.mk, ku te foqa Checker.mk e gjeni aparatin për shtypje veç 10 euro. Po besoj që ky aparat i shtypjes i vyn çdo familje. Është shumë i lehtë me përdor, domethënë me bateria, ka që shkon mund e merr, që edhe vi çevnon këtu koblën, këtu knej, edhe e mos shtypjen se ki, se shtypja është shumë e damshme. Ju që e shkolli flukt, që e keni shtypjen e nalt, e përdani këtë sapon, edhe këtë gjendet e Checker.mk. Edhe juve që mirët fryma, e keni edhe këto, inhalatur, sidomos për fëmijët tash në sezon dimrit, që janë alergji, moni me përdor to. Faleminderit shumë, doratogjitje për sponsorët tonë. Shikues të dashur, javën që shkoi po që është bërë shumë viral, një musafir që i kemi pas, unë e kom pas një mesazh, një apel për me i bon ndihmë Albert Shabonit, thonësit të Albin Kurdi dhe vetëvendosjes. Jenë lajmëruar shumë njerëz, por fatmirësisht është lajmëruar një njeri shumë serioz, i cili dikur ka qenë kandidat nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës për deputet. Ai është edhe biznesmen i suksesshëm, është pronori i ISP Broadcast. Me neve sonte vim bashkë, Qendrim Kryeziu edhe Albert Shaboni ftym me doratogjitje. Hajde. Faleminderit shumë. Na këndërëm shumë, faleminderit shumë. Albert, faleminderit. Respekt, doratogjitje edhe ne pak ta lërojmë se qendrimi ne kemi për një kohë. Qendrim, faleminderit shumë që jeni shoq. Përshëndetje, mirë se gjatëm. E di që ki angazhime, po falenderoj shumë. Kudo që janë që na ndjekin. Faleminderit, harrova më thonë prezantim, po ti ki shumë burr. Edhe përndryshe je edhe pronori të Varbërisë, që unë ndjeki me ëndje se është televizion shqiptar. 100% bio. 100% bio. Doratogjitje, bravo. Faleminderit shumë. Me ëndje dhe me shpirt e mboja televizion. E di. Sepse është shpirti jonë, është gjuha jonë, është jeta jonë. Sepse një kam pa gjuhë, pa kulturë, pa tradit, pa flamor, pa identitet të vetin, nuk mund të jetoj. Shumë e vërtet. Dhe sot kemi plot televizione, uroj gjithë punë të kanë, por duhet bëjnë më shumë për traditat tona. Edhe na bojmë. I kemi domosdoshmë simbolin zakonisht se ikmi kur Shqiponjën për krenorën e Skënderbeut di sa e ke po, na mundohemi natyrën ka pak. Për krenorën këtu e ki e di e kom po ato, po ma përzin shpesh me xhallarën e prifta këtu. Po tash më vonë, do të ka pak. Albert, faleminderit shumë. Faleminderit, mirë se gjeta. Po di ka me fillu qendrë pe fillojmë piteje se Alberti ka qenë më herë çish rrot kontakt, çish u njofte me Albertin. Albertin nuk e kam njoftë asnjëherë, më parë, as nuk e kam pa asnjëherë më parë. Por rastësisht isha me një takim në Zvicër, duke sjell disa investitorë në Kosovë. Dhe gjatë atij takimit, një shok po më thotë ty, bati hava e shkuatje tha njerëzit apo ikin edhe ma qënë tha, që tha veç po shëndet me nonën e vetë. Dhe në atë moment, po i thom një shokit, ma gjenë kontaktin e ti, tha shkuj mëre vetë, ose si shkuj ati kur.
As nuk e kom ditë me çfarë partia është, as me kënë është, as absolut sa s'kom ditë i kom shkru në privat, s'ma ka kthy, i kom shkru në publik dhe kom thonë shkolla emro të njëri nga menaxherat e kompanisë për mja fillu punës, tash edhe mos o mik. Pastaj më ka shkru vetë, edhe më ka dhonë ultimatum, tha që zgjen të honën, tha mu taku, tha në kom ecë për Gjermani. E çka bune ti? Edhe mu dësh me thirr një agjencien, aty ku i marr biletat rregullisht, tash fit lutna, rregulla ma biletën, thash se do të më ardh me taku në djalë, mos me lëmë me lshu venin, sepse lota asajnone më kam prek shumë, ma kam kthy vitin 96, kur më ka rrajt vllau jam i madh, që më ka thonë po shkoj dikun tjetër e nona kajke, thash, nonë që po kanke, thash, këmë tha, po shkemi ble librat e shkollës për ty që pja fillon mësimit, e ty po kanë, tha, po nonë, tha, po shkej pa pare. Edhe në ato momente, lota së nonës tina, mu kanë kujtu me lotë e nonës teme, edhe kom shkru direkt, nuk kom prit, nuk kom hezitu, për me marr as nuk e kom ditë që nuk është partijen tonë, apo qa ka bo kjo më herët, nuk më ka interesu, as nuk automatikisht drejt i kom shkru. Kjo militant do të gjithë për besoj. Faleminderit shumë të ndërën që je ka unë e di që ke bolla tjera, tash do dolën me në tjera acenët. Albert, faleminderit shumë që erdhe. Dhe në ato momente i kom shkru mas takimit që përfundova atje në Zvicër, mbas darkës, po më shkru në falëm edhe lamë, thash po, thash nesër, thash në ratrat të jam. Edhe bile kom dru prap biletën, një marrë me një bilet tjetër, më në mëngjes krejt herët, vish marrë me taku. Albert, që shka ndodhë? Thoj, mitje gjithë juve, përshëndes gjithë që kustuaj. Mu një djali agjit që mbështesin qëndrimin, ma dërgaj, po, për dhe kërna qëndrimin, konkretisht, ma dërgaj komentin e ti, është koment thirrje që më ndihmu, edhe tha, shkruaj tha qëndrimit ta se on ka të fton publikisht, on i gatshëm të ndihmu më të përkraqë mos me lshu venin. Edhe unë hina i shkruva qëndrimit, me një herë më ka përgjigj, me pozitivitet, e falenderoj shumë edhe besoj që pavarësisht politikës, unë besoj që qëndrimi do të më marrë në këtë rast si model, si shembull. Çfarë mesazhi ki për kryeministin Kurti për njerëzit qëndrimit? Pse ju mos mi pos kabinet apo në kuvend njerëzit qëndrim kryezi? Unë po them, pavarësisht partive politike, njerëz si qëndrimi janë vlerë edhe kuvendet edhe mbar shoqërisë. Janë vlerë shtuara që sepse kemi nevojë që të kemi sa më shumë qëndrima, besoj që sa më shumë qëndrima, më pak i ketë rinis prej Kosovës. Bravo, vërtet. Dorë të kitje, bravo. Albert, drejt më na kallzu para se me tonë të qëndrimi. Unë e di se një qëndrimi më herët, e di që qëndrimi s'janë fort për kur e ka për atë dhej, s'janë për parti, por më shumë janë për atë dhej. Ato ka përzim bindje politike me thonë një teshe me këta Jo, absolut. Drejt kallzana. Jo, absolut. A di për publikun më thonë se të mund me thonë çek dolën këta e thonë. Njerëzit tash këtu dhe tek na po prej teshit janë mundu me akronime të ndryshme. Thasha theme, po absolut qëndrimin... Po i që dhe ti si e koni rahat shumë, Albert. I ke pos do, son të kam shok, ti e din, të kom pos shumë herë në emision, po i ke pos do akuzat të i për thona, për shumë në kundër Gjavit Halitit, ke thonë hojni i fundin Velinda Thret, pas një fakt. I ke shoh dhe ofendu shumë vlerat të ngritura të ushtrisë ligjore të Kosovës, që jenë prej. Çka kemi thonë për këtë mesazhe? Unë besoj që kjo gjuha e vrasht, pjesë e cilës e kom përdorur edhe unë, nuk na ban derë neve si shoqëri, po pavarësisht në cilat parti jena. Kjo gjuha vrasht, linçuese edhe sharjet e fyrjet, besoj që është koha me u distancu për tyre. Unë i porit, unë i tjertë. Pra, për të me thonë që ju kërkon fole gjithë... Absolut, këndo që e ku me fëndu në njërë të vrasht edhe që ku më bo akuzat drejtina, unë i kërkaj folje pavarësisht në cilën parti janë shtaj. Dorë të gjitje, kja më rejtan, brave. Ku këna që më thonë dhe ke shqip emision, ja? Faleminderit që ndrem shumë. Për këtu... Për ndysh, dhe ishte më shtu diçka se edhe prindi jam edhe prindi e qëndrimit kanë qenë kontribuës në lidhje në kombëtare për vetimin e gjaqev. Kështu që në qëndrimit vetëm po bëjmë atë vazhdimsi tek shoqëria, pra që nuk duhet ta marrim politikën si burim përqarje. Po duhet jemi të ofert me njëri tjetrën se çdo herë dora për dorë ka pas nevojë. Si në rastin tam
që është paraqitur qëndrimi. Qëndrim, edhe një pyetje nashta s'djen kesh me ashtru Albertit. Pse Albert ti ka qenë në faz burr për shembull, se unë kum dëgjuar fjalë që Alberti para se domethënë me pas të fillimisht, po, kur erdhi në zyre, atë ditë, edhe i thash, ku jemër të thash se kishe shoh mua, këtë partijen teme, këtë shumë të me, thash, po në thash pavarësisht këtë aty në thash, fjallës nuk i di mas, thash se nuk e mësu mira për fjallës mas, thash ti kime kom pjesë e punës. Tha, unë kërkaj falje, tha se kom pos, nështë edhe halët e mija dhe shqetsimet e mija. E çfarë edhe hallë? problemet e mija. A guxojna me vet? Unë i kam kërku për disa, mos me diskutu ma ka dhënë fjallën, sepse për deri sa kam falun, edhe falja është hinore, edhe njerëzit duhet falin, sepse mund të jetë në një moment kritik i çdo njanit, që mund të arri në atë nivel të ofendoj edhe të shajt të tjerët, por ne kem pas edhe vrasje që ka ndodhur në vendin tonë, edhe në ato vrasje si Kushaim, Gjevat Kryzio, pashtu Gjevat Kryzio, po. Familjarët me babajem edhe gjithë rrethi malishevës që i kam pri aty në pajtime të gjatëse, kanë falë edhe vrasjet, edhe ne duhet i falë me ofendimet, sepse ofendimet as kanë më shumë se fjalët nuk e kanë nëndu edhe nuk e kanë vra. Albert? Kështu që na deti kam thonë ti je i falër për atë punë dhe ky ka kërku falje bashkë me kushërinën e vetë se ato nuk do të përsëritën më kur. Njët kanë qenë të ndikum, kanë qenë ndoshta edhe me presionet të vetat, cilat ja ka pru hallet, dertet e familjes, sepse një fjalë, sot më herët, ma tha dhe një miku imi, se s'kam janë qënë edhe në derë të armikut. Derë të hasmin, derë të gjithë kujna. Edhe kushtet e vështira të Albertit, të cilat i kam kuptu se si ka orë dhe si e ka pas gjendjen familjare, më herët, unë e kam arsitu edhe kam falë me plot shpirt. Sepse duhet i falim të gjithë pavarësisht gabimeve që bojnë, Kosova është mbi të gjitha, Kosova është mbi partit, për këtë vend kanë derdhë me qindra e mira dëshmorë, gjak, kanë ra që ne me qenë të lirë, me qenë të pavarë, me jetu të lumtur, me qenë gjithë së bashku, me ndërtu këtë vend, dhe ne sot më përla dhe mos me jetë para, kjo nuk është keq, është shumë keq. Kështu që ne duhet punojmë, ta ndërtojmë vendin dhe mos shikojmë problemet reja mi cilë vendit. Vendi jonë ka nevoj më ndërtu, më zhvillu, dhe vendi jonë ka nevoj për popull, nuk ka nevoj me i krinia për venit tonë, kur ke mundësimi majtë mërëna. Albert, qëka ka nëzit ty ka të shumë, dhe me thonë, këj mlef edhe kjo, dhe me thonë, këj shgënjim, se në ke pos në e halë të rombur, se nuk është, unë e kom të gju që, kur ke dosh me im punë baherët, kanë kërku dhe para, është e vërtet? Po, shumë e vërtet, ka qenë në bas tragedisë që kom pas në familje, që asa do është edhe ditlindja e njënit për Laznive që më ka dek Aldonit, për asa do është ditlindja ati, e fatkeqësisht ajë nuk është në mesin tënë. Në atë kohë, pas 2 tragedive të një pas njëshme, brenda 2 muaj të familje, ishëm dhe një gjendje pak si edhe traumë emocionale, po pas ta edhe ekonomiko-sociale, edhe vendosëm me provu njërë të regullt, jo të pa regullt, me u punësu, ishte një konkurs në kek në atë kohë, ku kërkueshin teknik në ndërtarisë. Ishte viti 2016, nëse nuk gaboj. Edhe atë kohë, pas shumë bisedave, prindi e merë një telefonat për disa zyrtarëve të lartë, ndoshta nuk është mirë me cek partinë, edhe i thojnë që mësës jo mu personalisht, po dikujt nalt ati do të mjau 3.000 euro, nuk e di shumë kush është nalt atje, edhe nuk e kishë mas 3.000 euro mjau, kështu që e këthim prapa. I kush ka qenë personi që ka humbë zbanë me publikua? E marrë vesh që kom folën, mi folë krejt, edhe me jetë si jetën për para. Do më honë s'pethojmë sonte? Jo, s'ke me thonë asiherë, sonte nuk le besojmë. tjetë ndërgjegjën e ti, sepse ajtë sonte ashtu e dëgjën, le tjetë në ftyrën e ti,
Po është e vërtet, Albert, apo nuk është? Jo, është e vërtet. Po. Unë i kam kërku me fal edhe ato dhe me vazhdu jetën para, sepse jeta vazhdon edhe e para. Edhe duhet me fal. Qëndrimi pas ka në lu biletën edhe ti ke po son të munis, po qëndrimi të kanale edhe mos me shku në Shko, po është e vërtet? Po, në fakt, dje kom pas munis edhe kom ka ndalë. Bravo, ja të vidje. Përndryshe, po? Kom pas shumë mesazhe ose komente, jo, po, qa ke vendos Albert që të kemi përkraje, pse të qëndrimi, këmë thonë, o vllot, na, pra se me qenë parti ose politikan, na spore jem qytetar të Republikës. E në shqiptar? Kjo që ka shprej qëndrimi o thjesht një solidaritet, një qasje omonë ndaj meja dhe nuk jam unë vetë të rasti por, unë pastaj jam informu prej meqve të shumë që qëndrimi ka bo edhe shumë të mira si në rastin tem, ku i ka kthy ma dje edhe për nërgatës. Po, qëndrim në me, unë di që nuk është rasti por, Alberti, ti ke kthy shumë njerës, edhe njerës dherë qëtuar këti vendit, dhe më thonë ka pos ish veteran të Shtetit Shqiptare të Kosovës, njerëz dallum intelektual, ndryshëm, që i ke bind. Para ti kam një 6. A mujna me përmenda një unën? Po, nuk ka nevoj me përmendë. Ata nuk e kam bo vetëm për mu, po ata kam bo edhe për venin. Absolutisht. Edhe rrog për rrog, sa rri njështë, pse mos me ndërtu venin. E qka ko me punu Albertit e ti, drejt kalzana ta është, hajde, cilë mi pak. Ka me punu punën që je marrë vesh me punu. Për i se po për të gazna, po? Po, në njërën nga të 7 kompanit, je marrë vesh me punu, dhe këtë do tjetë pjesë e kompanisë i sopër. I se po për të gazna. Albert, qka keme bu aty? Ka me punu në shqitje. Kontrata. Shqitja, po? Letë. Po, krasa sojna qëfar do që është qëndrimit neveshme. Mos i këpi punës një gjizurë me ja kushtu Albinit. Rëjnë në rohë. Më ka thonë atë Albinit, ta jena partien verë, një orë dhe kemë qësë për shefe me punu. Shte që një orë ka me punu ma shumë. Që edhe një pyetje tjetër tash më kujtu kështu këtë rasisht, Albert. Me datën 17 shkurt, ditën e pavarësisë Republikës Kosovës, është bo me di që do të bëhet një protestë jashtëzakonshme kundër gjykatës së Hagës që po i akuzon kryetar të Shtetit Shqiptar të Kosovës pa faj. Çka kemi thonë ti për këtë punë? Me që në Kosovë kemi qenë pjesëmarrës, a beson pavajsinë e kom thonë ma herët edhe po besoj që do të masovikisht me përkrah marshin, me dalë në marsh, sepse të këtë fundit njëri për tyra është edhe kushëria jemi ngusht i fshatit. A beson pavajsinë e kushërinit tanë? Generali Recep Selimi, pastaj ofra është edhe Hashim Thaçi. A beson pavajsinë e regjës edhe të Hashim Thaçit? Mbaru që kesë. Bravo, dorë të lidhje. Bravo, Albert. Faleminderit shumë. Qëndrem? Edhe në protest po vjen bu. Normal, vërë. Na jena këti verë, shka po që t'ikni edhe media. A, diskutime, a? Po. A doli pak edhe në tema tjera, ti e konë në Zvicër për do investime burë. Shka po zijet, kalëzër në drejt? Shka po zijet? Po zijet diçka. Unë e di që të më thonë ti je shumë modest, dhe s'ki qef me doli fërna për media, me thonë që e bona one, po për ndryshe ti ke qenë organizatori ditëlinjës së erujt të unë komtar që është Kastrioti Skënderbeju, shumë iniciatori, shumë çështje tjera. Çka po zijet në Zvicër? A kemi sjellë investime në Kosovë prej? Në Zvicër janë disa investime të cilat jemi duke i përgatitur për Kosovë. Janë dikon rreth 160 milionë euro investime që do të vinë në sektorin e energjisë. Gjithashtu kemi edhe disa negocime që kemi filluar më herët me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë edhe aty që sonte vetëm ma kanë rikonfirmuar se do të fillojnë në startupin e parë prej 200 milionë euro investim në Kosovë. Ne jemi në plan, në përfundim të planit të fizibilitetit dhe dokumentave në Kosovë që ti hapim rrugë atyre investimeve dhe besojmë se gjatë muajit shkurt do të jetë rrugë cilës do të qeveri që do të bëjë qeverin që ti formalizoj ato dokumenta dhe të vazhdojmë. Një pyetje, ju për shkak që është Alberti këtu, as për shkak kërkuj, po për shkak meje po më intereson kështu si emision, s'kam kur gjë kundër kërkuj. Çka kemi e thonë investitorë për që tregun e hapur të rrymës, është ka gjë problem që ndrem. Po dur na umërdhitën këtu. Fatura sa po vjen ty, klimat i kanë oltë nat. Ço të furja. Më po ndjeko burr. Ne pistaftit jo bizetit. So protestat kundër tregut të hapur i kam bërë në dhomën e tregtisë dhe kam qenë një nga organizatorët sepse
kemi dalë dhënshëm, pa planifikim, pa lajmërim, pa përgatitje, pa i mbush kriteret, pa si gjo, dhe kam fillova në personalin këtë punë, sepse plot biznesën në vend se mi arrit rrogat punëtorëve, na duhet me pagu haraq rrymen. Ja vërtet. Sepse mo ta shokët e Albertit mi dëgju thënë ju e keni shit kecin. Ja Alberti ka thonë që si ka fojt veçanë. Shokët e Albertit mi dëgju thënë ju e keni shit kecin. Me marrë me shiku edhe me respektu marrëveshjen e kecit del fajtor është zëreja. Sepse shitja e kecit është bo ndryshe. Edhe nuk implementohet shitja e kecit. Investimet keci ka përfundu, edhe marzha e shitjes që ka të drejtë fitoj keci është vetëm 6%. Dhe jo çmimet që i kemë na sot me deri në 500% që na vinë faturat më shtrejt. Vërtet. Të gjitha këto bëhen për shkak të mos planifikimeve të rregullta të rrymës, kur duhet më ble rryma me kohë, nuk blen rrymë me kohë dhe kjo bëhet nga mosdia. Me intrigu. Dhe tash ti detyrohesh me marr. Pastaj dolën edhe këto publikime tjera të cilat ja kanë shtu kostën qëllimshëm që të marrin. Dhe dul hapur edhe vetë kryeministri Kurti kur na ndërpret edhe Kosovën se me kontroll globalin. Unë kam pas ato në fushat, rinegocimin asaj marrëveshje, që do të thotë rinegocimin sepse ai kompani ka mbyll me çmyr të gjitha punë, por ka fillu me një sistem të ri të teknologjisë për prodhimin e energjisë elektrike. Gjithashtu jemi edhe në bisedime me kompaninë e Bill Gates, Terra Power, që presin ta sjellin në Kosovë, po ata nuk vinë me këtë qeveri. Se? Se nuk vinë. Nuk vinë. Nuk e ka derën hap Kurti në Amerikë. Se? Alberta se më janë veprimet e Kurtit ato që ka bërë më herët dhe derën nuk e ka hap në Amerikë. Me pas në hap ata e presin mrena, që që kam prit tjertë. Albert, që mendon ti nuk ndryshon bindje, ti je me Albinin? Rreth kësaj çertësati fund qëndrimi nuk kam ndonjë koment. Po. Ti nuk ti përkrova pa kryeministrin Kurti edhe je me ta. A mendon që Amerika e don Albinin ose don? Po besoj që mas me derë të arta kështë njekë më ati bre? Po dollë me një tim tjetër, qëndërëm. Nashta guxim pak më ngusa edhe zhjede. Amerika nuk hek njerëz. Po, e dëvuta... Amerika nuk hek njerëz, veç lanë qështë. Po, e shau problemi për me dëvuta, qëndërëm, atë kam vjetë ty ajo, drejt kalëzë. Nuk jo marrë me to, nuk më ka... Ka pa kam vjetë në për to. Së më ka interesu më marrë me to. Lajmet i kom po që jëmë bo do paragullësi. Virale, vishë ju ma virale si jetë. Unë nuk besoj në ato paragullësi. Unë ato mendoj se janë të nëzitura nga qeveria, sepse në mos të modhe po del që vetëm në 2-3 komuna kema të ndryshim të votave. Nuk po del që krejt komuna tjera kam pos probleme. Këto është diçka që Albin Kurti edhe me 51% nuk është ka dënë me fitu edhe me bo qeverien. Ajo është ka dënë me qu vendin automatikisht direkt në zgjedhje. Nuk është i knaqur me fitoren e vetë, ka qenë interesu me fitu dikon të 34-35%, me hinë koalicion me një ose 2 parti, edhe me thonë që Mitrovicën e falëm tonë bashkë. Pse? Pa i ka me Zjatnicën e ka në nëshkru. Asociacionin e ka në nëshkru. A i veç ka me implementu në këtë mandat. Dhe arsyeja kryesore pëse s'don ai me bo qeverin është pikërisht kjo, se deri me 5 mars, nëse na s'kem president, zgjedhën na automatikisht kemi shku. Pse nuk orrit numri i rinumërues aty, njerëzve, më rinumëru votat më shpejt. Pse po shkon kaq gradual. Po lezu statusin e kolegut tim Bekim Kamishit. Pse pe shkollës në shkollë kthejnë edhe nuk e kryen në shkollë komplet. Ku është problemi? Këto krejt në gjallin pasiguri, në gjallin telashë, në gjallin probleme. Pra ti përdu veç për me neglizhu punën me zhaki që me orë 5 morsi? Veç me vënu edhe mos me pas mundësi, sepse edhe konstituimi ko vendit vënën. Vënën, edhe momentin që vënën konstituimi... Po i merë të ditë, sigurisht. I merë të ditë, nuk mundet më bo. Absolutisht. Pas taj qeveria më bo. Ka probleme veç do të rekusteri me listën guza mrena koalicionit. Pra ti përdu i në prag një gërqit politik? Jo një gërqit. Albin Kurti është të naqu me vetë dëshirë drejt zgjedhjeve. Drejt zgjedhjeve. E qka përdu apet vene me shkun zgjedhja? Jo, Albin Kurti përdat, jo ne. Albin Kurti përdat. E ranë bursa me të më të dalë, vish me ne të shkolla. Albin Kurti përdat me shkun zgjedhje prapë, sepse ka probleme me listën guza,
ka probleme me zgjedhjen e presidentit edhe ma të arsyeshme po e shemë që vendin zgjedhje. Albert, a rikthehemi përsëri te mos ta politizojmë emisionin. Çka konkretisht ka ofru Qendrim Kryqëzia ty? Dolmi direkt. Pun po se pu. Pun i kom ofru Albertit, sikur krejt punëtorëve tjerë. Po thonë që domethënë mesazha këtu që ku morrën kanë shkruar shumë njerëz të normalisht aktivistë vetëvendosis, me siguri që janë zgënjur me ty se ata po thonë që i kena çu shumë pora Albertit fushat, po ai ka hungur burr. Shka më thonë në, jo sinqerisht. Se kam mos po të ofendu më Po që është nga këto që po thuj ka hungur. Jo aktivistat e vetëvendosis me parë për në një. Jo me parë të partisë. Ato janë ndihmat me gati. Ndihma, po thotë i kena ndihmu Albert Shabonit, bile leçi i kena ndihmu. Po ato porë si ka shfrytzuar për fushat i ka hungura, më s'më na shpjegoj por s'ka problemi. Po në besoj që Njëunë më thekë ky Alberti i ka 2 shtëpia. Tjetër më thekë ka një shtëpi të vetën, 2 të babës në klin tull. Çka? Unë kam një shtëpi në klin tull, po është vetëm skeleti që më thonë. Nuk ka kur gjë tjetër ato. Kur është interes unë dera qele ka vetë shkën, le të banë edhe vetë të shtëpia ato. Po. Ja nuk shej, mbi tokë është. Po. Po s'kam mujt me bë me s'ka problem. Shtëpia është i shihet, po te financa dalin. Shtëpia vetëm skeleti. Financat nga Mërgata kanë qenë jo vetëm gjatë fushatave, po është interesant se kam pas një mbështetje edhe jashtë fushatave. Edhe kushdo që pretendon që kum ka shpërdor, është i hapun me komuniku edhe me mu drejt për drejt. A më është me shpjegu për shembull sa para sonte me bë publike të kanë çu për diasporës për shembull se kishte një faqe diasporës që ti ke marrë. Sa parë ti kanë çuar, ban me ditë burr. Ndoshta son, Nuk më ditë është ndoshta sakt shumën, po ka pas njerëz që më kanë ndihmuar në format ndryshme, 100 euro, 200 euro, 300 euro. E ku i ke shpenzuar ti aty ban me ditë? Po për shembull në fushat, që zgjat 20 ditë, son zakonisht ku marr vetura me qera, në renta. Në rent, po. Tash një vetur për një ditë është 30 euro, për 20 ditë bëhet 600 euro. Pastaj shto këto derivatet e udhëtimet e. Pra ti po pretendon që i ke harxhuar gjitha për fushat. Ato janë dëshmi që më kanë po njerëzit. Tjetra pyetje që ta bën shikues, ata që e shohin emisionin thonë, po pse Albin, ky po mënoj Alberti pas ka prit pe Albinin që si fiton zgjedh me morr diçka? A për çata pas kanë goa? Jo, absolut, as ku pravan Albinin. Unë kam pas folën për individ caktuar që sem përgjith mesazhet mia, po e kam pas që disa simpatizues edhe janë prek, na e kena vetëm në gabim si shoqëni si popull. Tash po nisna prej pas luftës së deri në këtë qeverinë e Sodit. Shembull dikur kur kanë qenë ashtu pushtetet më herët, simpatizuesi tyre pavarësisht që ka po ndonjë gabim tek partia vet, prap nuk e ka sulmu partinë e vet, po domthonë u pajtu edhe kur ka pas gabim partia. E unë një parti kur e përkroi. Kur është gabim nuk pajtuana. Ndoshta të ndodhet, ndoshta mos të ndodhet. Unë të përkroi për programin e provizionin. Po kur është një çështje ignorante, nuk përkroi. Po që do të zon diçka ngosht. Çdo në emision të onë ke thonë se PDK më ofru shtëpi 1 milioner e sa nuk bëna me ta. Qëndrimi kun kandidati PDK-s. Ja, që më të bëjmë. S'jam bëu të dëshet. Ja, po ka thonë, nuk i marrë ofertat për Sami Listokën. E përshëndesmi Sami, sa vetëm të banëmbori e pas kusha. Unë mas pori. Dar të kiti për generalin. Nga vesh pak. Nga. A ke vonë vlerën gjithë. Në mision? Po në mision e ka thonë. Po po satëria kam thonë. Ka thonë që Po ka thonë. U qëndrem. Po në Sarajevo mos e ke mision jam. Në administrat partiake sa punsu, as parti. Ja, vërtet, po ani po kam çavon guca unë në qendrimi se qendrimi s'ka thonë. Demokratike në punë. U qëndrem ti me e koni zëshëm për shok. Ma i zëshëm e konë. Do të zashëm sonte në bashku. Po. Jem konë se Mos më ka marrë menja burë që jetin parti, sinqerisht, a di kështu. Nuk e kam pas nërmen në një parti, as më marrë me politikë fare, pa Albin Kurti më kështi. Para se me ftu e kam dhe një mësafir shumë special, deshta më të vetë dhe diçka. Çka kini diçka ekskluzive s'thove më nëjdonë më herët, se na kina marak që të mi provoku ka pak. A jetë pruna i sem për jashtë ta, në laptop mira në. Ja e laptopa nuk bi, unë të regova dhe arsyen sepse Albin Kurti më kështi në politikë, duke na kestrajtu, duke na
prish tregun, duke na prish ekonomien, duke i detyru njerëzit me u largu prej vendit, duke prish mirëqenien sociale të vendit. Po, nuk ka ndodhur qeverinë e Albinit, ka ndodhur më herët. Më tregon qeverinë e Albinit ti me 17 miliardë euro, buxhet sa ka pas deri tash, që 6 vjet çfarë të mira ke pas pitina. Thonë që në kondo investime kapitali, po se di... Veç urën e Saradonit, aty që ka emrin atje 7 metra. Veç ato e mojnë në men. Asë një projekt do qera, thonë një kanë dreq. Asë një projekt edhe ato qera dhe që janë konë... Ka 100 euro mandatin, po, ka 100 euro i ka dhonë, po. Ka 100 euro i ka dhonë. Me 400 milionera, me 400 milionera, me 4 gjosina. Na s'kem nevoj për 100 euro. Edhe nuk banë më shqitë për 100 euro. Ja, Alberti, sa dënimet policijës i ka shqiptu policia veç kove të funit me rimbush bugjetin e Kosovës. Sa e ka bo? Janë me qindra. A dolmi te... Sa e të pagu rrymen, sa e të pagu tatimet, sa e të pagu ujën. Më s'ka të zakur se tu të nëgjinja si... Jetë e pagu me qindra, krejt 2 fish. E vërtet. Veçanërisht faktura edhe tyre ka... Vani ka nevoj për mirëqenje, për me jetu njerëzit lumëtër. Faktura edhe tyre ka orë ma e mos se qëndrimin e se Alberti. Kështu më tërë. Allah e po. Na kem nevoj me rujt rinien, na kem nevoj me hau venet rejat punës, na kem nevoj me thmi tonë më rrit qetë edhe me konkuru gjitha venet e botës. Na ende nuk kem ujt pijes në për çdo fshat të Kosovës. Na ende nuk kem kanalizim në çdo fshat të Kosovës. Edhe problemi me rreshje shumë i madh. Na nuk kem rrym me rreshje. Rreshjet aty është ndërtimi i egër. Aty nuk i ka fajt kurti. Te rreshjet nuk i ka fajt kurti. Te rreshjet mundet me fajt kurti te autobanat që nuk i ka mirë mbajt. Aty janë kompanit me tenderat një bërimor, ndërsa në fshatra ku i merr ujë nuk i ka fajt Albin Kurti. Bravo, po më qenë që isha si ka. Ku si ka, ato nuk me thonë që i ka. Po ato që ka i ka, nuk ja kursej asnjë. Vëlla me posë, nuk ja kursej, as vlotan. Po, e kanë akuzu edhe për do gjona që si ka bohen. Të rreshit aty. Të rreshit nuk ka që ka me bohe. Ka që ka bohen vetëm me dalë me qitë inspektorët edhe me verifiku gjë që se ka bohe. Ose shku me vënesë në shumë vene. Njerëzit kanë nevoj me kom prezent aty kur bëhet domi. Në vërtet. Dhe jo me dalë më morë me gjona tjera. Qëndrem, ka të në qatë lajmë ekskluziv? Lajmë ekskluziv të atregova më herët, sepse vetëm sa ma kanë konfirmu miqtë e mi Amerikanë që do të fillojnë me një projekt prej 200 milionara investime në energjinë elektrike në Kosovë. Bravo, do të kitje meritor kjo. Unë sonte kam edhe një musafir shumë special, që e ka pranu ftesën, e kom lutë shumë burë, se ajo është shumë modest njëri. Ka qenë ma herët Kosovë, thashë edhe ma herët ka shku në Finlandë, bandej për Finlandës, ja kemë mushmenën edhe ti me orë këtu. Ma herët ka qenë aktivist edhe i paludhër i lëvizëve vendosje, tash së fundmi ka qenë kandidat nga rollet e Aleancës për Armërinë e Kosovës si deputet. Nuk i dia ka fitu, sonte eftojmë, mbi gjitha ka qenë ish ushtari i ushtrisë lindore të Kosovës, me neve sonte Dardan Krasnin që eftojmë me dorë të kitje. Në misere, falinderit shumë qire. Respekti, falinderit shumë. Dardan në mushin mes me ullë se është... Po pa tjetër, ku të du Dardan? Jo, Albertin peloj mes. Dorë të kitje edhe njerë për Dardan. Dardan, falinderit shumë qire. Falinderit për ti, se mirë se e gjej. Shumë unë këndëru që ke orë se... Prej se këti për Finlandës që i konë asë njerë burë. Kena pas bo plan me punë e emision, po që na foka. Falinderit, me qenë se insistove ko gja shumë, me kam për nderë me marë pjesë tu. Më me nderë më madhështore e bën që mesin e kësoj tavoline është një mikja, mi kajer shumë që jo vetëm ne si brez, që njifimi tash po kemi një gjenerat të tërë të babalarve tonë që i ka përplas jetë dhe sakrifica me familjen e qëndrimit. Vje mirë këtu që ta kërë një të një cak Albertit. Dardan, a është e vërtet që edhe ty në një farforme se ti je kom Finland një ku, Turkua, që shu thërë ka ja? E di që diasporat ka prit mirë shumë atje, je knaus me ata. I roshe qiftelijës burë t'i këmë këshyrë këtë videot, non stop. Po diaspora është pjesa ma lavdish me kumbi tonë. Bravo, e vërtet, dorë të kitje për diasporën. Normalisht që Gërbeti tash në këto kohë nuk është i njëjti sikur ka qenë më herët.
po si do qoftë shumë i dhimbshëm edhe me thonë shumë drejt nuk e kisha pranuar, nuk e kisha dashur ta skujt me marr atë rrugë. Është e rëndë, Është shumë rrugë e rëndë, shumë rrugë e mundimshme. Edhe është ta shumë e pakuptim të njerëzit me marr rrugën për gërbet, pavarësisht se normalisht, jo veç për fojnë e politikës, por për fojnë e shoqënisë ne kemi dështu me ndërtu këtë vend. Edhe e kuptoj edhe Albertin që ka desh me ikë. Që ka desh me ikë, po edhe shoqënia jonë po kalon disa sfida për cilat janë pa kuptim ta. Një popull që ka dhënë kaq shumë gjak, një popull që ka sakrifiku shumë, një popull që rrit me dhimbje, që na kanë rrit dënona që pse s'kan pas shkollë, edhe pse kanë pas guxim të madh dhe janë se me thonë ajo vija por që jam ka qelë derë dyrt policëve serb kur kanë hy, edhe pse nuk kemi pas ndoshta edukimin e duhur, po të paktën jemi ka popull solidar dhe popull që kemi respektu do vlera. Menoj që herë kur do s'kemi si të populli qare pa u kthyer çdo vlera, se me të vërtetë ke shoqënia tonë edhe sonte që unë edhe qëndrimi në radhë por jemi këtu bashkë. Edhe Alberti që është mesin tonë, atë di që kanë me dhe opinioni. Kanë bo transkenaristave dëmtu levizën me të vendosë Albert Kurti. Në fakt, unë e di që ti edhe këtë stilin e emisionit e ki t'il edhe ki pak edhe si shok, po e di që edhe ti të shumë herë dolin bombasi kështu, po me të vërtet krejt ata që menojnë kështu, krejt ata në fakt nuk ja dojnë të mirë në radhë por Kosovës. E as kurtit besoj. Edhe, po jo, qërë, unë po marrë pjesë të debatët televizive dhe politike. Po dhe televizive me temat politike. Unë e kom thonë në rejshtës edhe tash të nga bjenë vazhdimisht, edhe pse jam konë këtu me qëndrimin e kemi posë kontaktet vazhdushme. Me qenë se para se me dalë me thonë ato që e nisa për me thonë e kam përbërë që obligim me të vërdit ne që kina pa pare sa dre është mirë njoja, është falenderimi. Bravo. Kjo nuk do në shpenzim. E kjo mas shumë ti na mungon neve në shoqëninë. Mas shumë ti, a është falë. Qëndrimi është... Bravo, darë të kiti, që kjo shumë e mira. Qëndrimi jo për t'i thurë lavdi, po jo pse jam në pjesë aty, ne kemi rrugtu bashkë edhe ma herët edhe pa ikë. E di, po. Në gërbet, po qëndrimi e korporata kryezio, biznise që ka një mëri biznisës në korporatën kryezio, por qëndrimi ka për një menin një shpirt human, nuk e ka të regu në kuptimin sët, edhe nuk për të regon sët. është në kohët kur nështë s'kanë posë magjët e ty në bukë, e milë, ata që ka posë e kanë do me tjertë. Pra, pa kanë pjesë që soj sakrificë, nuk mund është me kanë dhe sët kë. Për qëndrimin e një obligim e thonë që për një me është një njëri solidar, me qenë që shta mush i menë me opja tjeti? Nësë kena nevoj me mush menë një unitetit se ne imi rritë një farkuptimi bashkë, në rritë me tjeta të hodhe, me tjeta sakrifica dhe kuptohemi, dhe me thonë... Me shenja kuptohesh, ishë pa funë? Qërë është ndirë mas përve punu për një korporat që ka qëndrimi. Unë jam kështu kritik edhe nuk jam pa rezerva me jo kritikat, në dhe shpesher kemi përplasje kështu, po në fund jemi shok, po e ka ndërtu një korporat që jo vetë qëndrimi, po në këtë rast qëndrimi edhe korporata që kjo është ajo familja, si që quen kjo korporata kryezio që ka dhe televizion në Arbëria dhe... Kisha po sermi darë të kitje, a banë, darë të më falë që për të ndërpres për rritit. E kemë shumë me këtë Van Berishën, e përshëndesme. Po më s'pëna prish për pak dhe botë. Darë të kitje, ja. A dy pse, jena këtë farë... A që një pyjtë tjetër, qka më ndoni për Albertin? Për Albertin si i ri, me ja unë një mesaj gjithë thrive si Albertin si aktivistit dhe vatë që më i levizit vetëvenduse se dikur ke qenë edhe ti, Dardam. Qërë kjo dikur mos më pëlqenë, unë e sfidej edhe
se cilin aktivist sotit lëvizjes për me sfidoj. E di më rëvur? Jo, sfidoj kështu pa ekivoke, se unë s'kam lëviz as 1 milimetër prej qëndrimeve të lëvizjes vetëvendosje. Lëvizja fakt parimi vetëvendosjes, e drejta popullit për vetëvendosje nuk konsiston me lëvizjen vetëvendosje, është një brez i tërë irlandezëve që kanë ndërtu, janë baballarët e tonë që kanë rezistu, kanë dorë vetëvendosje, janë një brez i tërë. Po në sfidoj se cilin këtë formacion politik tash që ta lidhe me vetëvendosje s'kanë, sinqerisht po ta. S'kanë lidhe kur gjë se, për shembull, slogani por i lëvizjes vetëvendosje dhe jo vetë slogani, po si me thënë e parulla, e shpirti Kauza. Jo, e shpirti lëvizjes vetëvendosje, manifesti kryesor i lëvizjes vetëvendosje ka qenë aktivisti lëvizjes vetëvendosje në farmyre nuk nënshtrohet. Do me thonë, aktivisti lëvizjes vetëvendosje i qëndron stoik parime dhe qëndrime, jo si organizim politik që ka bo lëvizja vetëvendosje. Cila po parime? Si rrugtim historik, po që nuk i nënshtrohet, pra sot ne jemi të nënshtrun, jo që tashke politika të rejni kontaminun politik. Edhe ajo që i keni po slogoni jo negociata vetëvendosje, sa është mo? Po menoj tash, na mujna me folë për këtë rrugtimin, po në shtesonte na ka bashku diçka tjetër. Po përmbylli kështu. Dhe me thonë, sot edhe ti këtu ke i poshtë ati dhe fotografi ke post protagonist lëvizjes vetëvendosje në këtë studio, ose në një studio tjetër. Qa është të bëve në emision? Aty në poshtë... Albolinën e kom poshtë shumë shuqë. Po e poshtë edhe Albolinën, poshtë edhe të tjere edhe merrni vetëm shfletoni që në qa kemi thënë në rrugtimin të në politikë dhe që ka thojmë sot. Pra, unë ndina i trishtunë sot me shpallë për shembull ose qeveria kurti me përkujtu si qytetarët mirë Oliver Ivanovicin i cili ka debu shqiptar. Pra, kjo është fakti. E dyta është mafia energjetike serbe. Tjetra, keni thonë që nuk është demokratike një parti, një kryetar që rreth shumë vite. Që demokracia ka pak edhe organizimi politik mëna për mëna subjekte politike nuk varet fort për liderit, varet pak edhe për rrethana. Ani keni thonë që me neve të tomli do t'jetë 30 cent, ata shtonë 20. Po tash ti lem ta përfundojmë deri në fund nëse ki shumë pyetje na. Po po ti kujtojmë në kapa. Jo, po jo, një di krejt. Me neve buka do t'jetë 20 cent, 70 e bleta po menoj gjithçka. E mirë, një pyetje shkurt për ta bëu dhe po doni te qendrimi. Drejt më na kallëzu sonte për publikun, ti ke qenë edhe kandidat për deputet nga AK. Po. Që unë kur të kom po për vetë jam gëzuar shumë. Atë ke pas ndonjë farë çka të kanë thonë për shembull migjet, Gania se na shpërndon shpesh emisionet apo Albolina Haxhijo, apo ke pas ndonjë farë unë lirien teme... Po, a ke pos në e pëse shkuve me ta diçka? Po të përgjesh. Që to do me kuptu ti se me të vërtet Dardoni është vetëvendosje. Lirien teme nuk e hap kërkuj heq. Lirien për lirien teme. Po visha ke pos ta, kanë thonë? Po si nuk kom pos. Dhe gjë, është e trisht me thonë, sinqerisht. është shumë e dhëmshëm me thonë, po lëvizja vetëvendosje ka kriju shumë armiqësi mes qytetarëve, pra ka kriju qaq polarizim të madh. Unë i një këtë subjektit politike, jo vetë subjektit, i një dhe njerëzve. Nashta jo lëvizja, po njerëz të lëvizjes pu. Po jo, në fakt kjo nuk është shku në mënyrë të pa koordinune. Pa organizume. Kjo polarizimi, kjo populizmi, polarizimi, ka atje një autor. Pra Këtë edhe emisione e ka një autor? Ne nuk e kemi shpik as populizmin, as polarizimin, se kemi shpik as filozofinë politike, këtu ka një rrugtim të madh. Po, në fakt, tash ne jemi në situatën kur kemi lëvizjen vetëvendosje që ka fitu 51%. I gjithë rrugtimi politik i subjektit politik është me arrit një shumicë në zgjedhje, një mazhorancë. E vërtet. Lëvizja vetëvendosje shumë mirë që ka fitu, absolutisht. Shumë mirë që edhe unë qendrimi kemi hup. Shumë mirë që këtë partitë opozitare kanë rënë për toke. Hajde graj punës për në. Hec. A është që po thotë qendrimi s'po do me boku vendin? Po jo, na këtu kemi me qenë prap. Unë fjalës temi rri karshi dhe fjalën teme nuk e fol as për inati, as për meri, as për zili. Ja vendosi argumentin mbrapa se Çka? Se nesër du mu ballafaqu.
Jo 51%, me këtë mentalitet qeverisës, me këtë qërëditje të madhe të që i ka ndodhur lëvizjes vetëvendosje, edhe 71% e merë nuk mundet me e bon. Nuk mundet me e bon pse ka dollë prej boshtit vetë. Pra, për mu shumë e dhëmshme me po ne njerit të madh të politikës, për cilën jam rrit me të kam rrotu Albin Kurtin, sa që nuk folë për program politik. Ne në rrotimin tonë kemi përgatit me mujt tërë alternativën qeverisë, se sot nuk folë vetëvendosje për program politik. Pra, kemi një qeveri 51% që ka fitu, edhe ne presim me u konsolidu institucionet tona, edhe sot nuk e dim se që ka me bo kryeministri me energjinë elektrike, që ka me bo me migrimin e madhë. Nuk është më rëndësi as për mua heq as Alberti, Moskovë, as Dardani, edhe pa neve heq Kosova. Ndoshta edhe pa gjithë neve Paket, këto që bravo, jemi. e vërtet. Nuk është hall individual. Po. Unë e thash një Hallo ditë është edhe prioritet. e tham me keqardhje, se për një meni keqardhje, se sinqerisht jo për të tregu të rëmë, po nuk di që për një me që është friga, as nuk e bëj kështu që ja kam... Ata mos e diskutoj, kurse... Po jo, sinqerisht nuk jam marrë tu me thonë diçka, po për një me një keqardhje, kur e thash edhe kur për e tham, edhe për e tham, edhe do të tham vazhdimisht. A ke paja nona, i shalë e të në 100 vjetë, edhe ja dëshiroj gjitha marat edhe po një nga kesë pse pe përmeni. Pa ke paja nona që ja pull dorën kryeministit Albin Kurtin fushat. Aja me po son të nevoj për dorën e shtetit, me konë e braktisnë, ose me konë e lane pas dorë, ose me ikë djemë të me med vetë, aja nuk e ka dorën e shtetit me rehabilitu. Pra, në shoqërinë tonë që po ndodhë për njerëz nevoj, ka njerëz që janë si qëndrimi, edhe solidar, edhe biznismen, shumë mirë që i kemi. Po, është Halili që ti e përmesh për shkak. E kemi Zarfin e mërgjimtarit, për Bravo. e kemi Halil Kastratin, po sa është e mirë është e damshme për fytyrën e shtetit. Kur ky shtet që 5 vjetë s'ka arrit me ndërtu një strehimore për pleq, çka preti mo? Për me thonë, për ata pleq, që i kanë rezistu Sërbijes, i kanë rezistu regjimit Miloševićit, i kanë rritë fëmijët e brezat në situata si që është prindi e Albertit, e nana Albertit që ka posë edhe dhimbje, e plët nana tonat, edhe na këtu qenë, edhe montazherët, edhe kameramant, edhe publiku, edhe ti. Këtë kena në familje tona sfidat moja. Ka diçka po e vërtet. Edhe, però, së daj brezo braktis. Normalisht për fojnë e politikës, njerës ka nik jashtë, se të shumë familje, për shembull në territorin e Malishevës, aty, kur në qëndrimi jetojmë edhe kemi familjarë tonë, për shembull fshati Drenëft, fshati Rapsëtëve të mëdhaj, Sale Feriz Krasniqi, Ale Ramadani, sët fshati Drenëft, një ndër fshatet më të mëdha të komunës Malishevës është i bëshatisër. A besoni sa është e dhëmshme si me bë me ndodh një rast vdekje, nuk i ki 5 vetë ose 20 vetë, maksimumi 20 vetë me bo një ceremonit varrimi. Një fshat që sa du të mi pos gati 1.000 shpi ndështë, ha? Jo është 1.600 shpi, Da me thonë logari? Edhe rast konkret në kem pos, në pa të ndru jetë pak para zedheve holla, edhe në ka desht për mbi 2 javë, mas pari marrë nga Italia, 7 dit i ra marrë, edhe një 2 ditë pastaj mi prit edhe disa familjarë që erdhen nga shtetet tjera perëndimore, nga Anglia, se nuk e dishin ardhen nga Amerika, po me nëzit zotit u bon për me kry ceremonien. Edhe kjo është aja ndjenja bresht që ta jep të me dalë që kërë e firmin horror shpijet e braktisura, që nuk është asi njëri në rrugë, cilin do fshat të Kosovës me hyti nuk shema njerëzë. Kosova është me të në pleqë. Edhe kjo ka me të komplet falë gjithë politikave të qia të cilat janë menagju në vendin tonë, ka pasu rejtje qysh motin me zvete të panevojshme, se na... Po, kjo polarizimi që po dhe Dardoni jeti me unë të bërgjë. Na pasu edhe lidhen demokratike që gjithmonë është viktimizu, na ka pru dhe dhere të gjykata speciale sot që nuk është gjyku asë një rast i asë një lojë që është përdorë në fushatën e lidhës demokratike në gjykatën speciale. Dhe të sot, ku janë ata njerëz që kanë morë në qafë dhe na kanë silë këtu rretje. Dhe urrjetja ka vazhdu në rretje, nga urretje në urretje. Nuk është mirë që këtë tifozllok
i njerëzve që i bojnë për partitë politike të arrijnë deri në këtë nivel. Zgjedhja deputet nuk është vend punë me shku me marrë ti një rrogë. Që shkem plot deputet që sot shkojnë e marrin një rrogë. Deputeti ka përgjithësi, ka detyra, ka përgjithësi të mirën e qytetarit dhe ta çojë mesazhin e qytetarit në kuvend. Jo buxheti i Kosovës të shkoj për lëmosh për social. Buxheti i Kosovës duhet të shkoj për zhvillim, ndërtim dhe integritet të vendit. Nuk kem nevojë na për Halil Kastrata, më quë dhe më ndihmu plezhve, tu kanë mi bo vetë shteti ato mi mbajt. Faleminderit atij që bën këtë punë. Edhe atyre që ndihmojnë, edhe Halilin, edhe Zorrin e mërgjimtarit që përmend Bardoni, po ne duhet mi pas të gjitha tonat. Me 400 milionerë që janë shku lëmosh tash, që janë shku në fishek zjarre, janë shku në alkool, janë shku në gjana që janë shpërndzu për mrena 3 dite. Te kishe mujt me pas investime kapitale të cilat i kishe prej këtë njëtën. Nuk banë më përdor parët e bizneseve, të atim pagus që janë, me shku në gjana koti, për këta janë deputet. Me marrë me implementu ligje, me që ligje qka është e mira e venit. Kem fusha ku rinia, për shembull, shkojnë me lujt futboll dhe sot na bëjmë krenar plot klubet futbollit që dalin jashtë nuk i kanë as kushtet minimale. E vërtet. Kem plot qerdhe të cilat nuk i kanë as kushtet minimale. Kem plot shkolla që nuk janë as kushtet minimale me shku fëmijët në për ato shkolla, nuk janë renovuar as banjët e tyre që u ankoj edhe presidenti Osmani. E fëmija jonë që shkojnë anena, fëmijët nuk shkojnë, po pjesës më të madhe. Atja u me fjallin pak edhe Albertit Zemrit. Edhe këtu është kjo, sa drejt që na duhet me punu për mirëqenjen e secilit banor të Kosovës, me ngrit vetëdijen kombëtare, sepse vota që e voton, dikon është plumi yt. Ose të vret, ose ndërton vendin tonë. E vërtet. Kështu që duhet ta di çdo njeri, edhe kisha bo thirrje edhe shoqërisë civile, që të filloj edhe ta ngris çështjen që edhe vota për deputet tjetë sikur për asambleistat, një vot, një deputet. Jo 2 dhe jo 3, as 4, as 5, as 10 që është bo, sepse duhet ta di edhe se cili deputet se sa e ka peshën e vetë dhe përgjithsinë e vetë. Duhet që vendi të shkoj edhe përpara me përgjithësi të plota. Na kem nevoj me zhvillu vendin, na kem nevoj me hap vende të reja të punës. Nuk kem nevoj na me degradu vendin, me shkatru vendin, sepse vendin s'ta vynë. Pa njerëzë. Albert, çka kemi thonë për fund se jemi minutat fundit? Një mesazh për fund. Besoj që gjendjes traun socio-ekonomike në Kosovë i kanë kontribu gjitha pushtetet, sepse pushtetet e kaluara po kishin punu me pastërti. Besoj që jo Albin Kurti, po askush nuk kish mujt me mund të me qenë sot në pushtet, po besoj që gjitha partitë ku duhet me reformu në strukturat e tyre, në antarësitë e tyre me reformu dhe me sjell programe të mira për qytetarët e Republikës Kosovës, edhe mbi të gjitha me ndal kjo përqarja e madhe mes qytetarëve, edhe shpresoj që kemi një ditë një qeveri e cila vërtet ofron program edhe mbi të gjitha ban unitet në popull, sepse kemi nevojë për unitet, sepse sa orë që kemi qenë bashku, kemi qenë më të fortë. Dardan, shkurt një mesazh për fund. Unë për cila paka shumë më rasti me dëgju Albertin, nëse njerëzit janë solidarë dhe ata që na dëgjojnë kanë mundësi me përcjellë emisionin. Alberti është ai i cili ka qenë, domethënë le të vazhdon le të jetë ai i cili ka qenë, në qoftë bindjen politike, në qoftë në ato. Unë e kuptoj që shoqëria jo nuk e dën kritikën. Këtë partitë politike janë shkatëru këtu që kanë qenë në pushtet vetëm për shkak se se kanë dëgju kritikën, pra janë të kur për mungesë kritike. Është mirë me kursy jo Albertin, po secilin veç atij Albertin prej
këtyne akuzave, se tash nuk është e lehtë, se është ndërtu kjo frymë. Menoj që edhe Albert, jo mendoj, po e kam pas një shok edhe diskutonim kështu, pa të mirë pa punë, thash qaj të bon të shumë me dalë me pi kafe, tha Dardan, tha jam pa punë, tha po du me ta thoni diçka. Tha njeri, tha veç leje pa punë, nuk i nevoj me shtinë borg heq, hajhen vetë. Pra në shtirë njerëz me qenë pa punë. Unë e kuptoj që edhe rëthonat qëfare janë Kosovë, po kjo politika degradu. Edhe unë e di këton përfundoj me këton, e di që paguj kosto këto që apë thapë. E thash në hyrët e misionit që diaspora është pjesa ma e lavdishme edhe ma dhemshme kombit tonë. Ndere për ullje, po në të njëtin vlerësim ka dhe kritik madhe. Pse Kosova nuk është zhvillu, pse Kosova për stagnat, pse Kosova nuk ka arrit me ndërtu standarde pikërisht për shkak të diasporës. Sepse, ta shtë mund është me prej titlullin e me qitë kështu edhe ashtu. Se njerëzit nuk e dëgjojnë atë që pëthu krejt, për e kapin titullin. Diaspora ka deshtu me i prut mirat e veneve ku jetën në Kosovë. Me sjellë po, investimet po. Jo veç investimet, po me sjellë standardin politik. Por kam jetu në Finlandë dhe kam po që ka të me thonë demokracia aty. Leta kursejnë Albertin për kësoj gjuhës ofenduse, fyse, Albert është po aj aktivist në kuptimin e aktivistit politik që ka qenë aty, edhe kjo nuk ka të bëj kur gjonë kam pos fatin me qenë atë ditë me Albertin. Unë e falendroj qëndrimin pëse ka zarmën e madhe dhe i ka edhe Kojshia Shoh e falendrëm bashkë me Zhaborin, ja ka ndonë një minju e bashkë me Zhabori prind. Ndonë minjuje, zotër Qëndrim Kryezyri në shenë falenderimi dhe vlerësimit të thellë për kontributin e tij të çmuar humanitar, si dhe për rolin e veçantë në mbrojtjen, përkrahjen dhe ruajtjen e njerëzve të veçantë, duke dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme në kthimin e tyre në atë dhëun tonë. Me doratërkitje të japë. Ti meriton shumë më shumë, Qëndrim, që kishte e thuj skenën, po. Faleminderit. Faleminderit shumë për këtë mirënjohje. Qëndrimi tash po mendoj që po falënderit për këtë minjohë që ke dhonë qëndrimit, pro ato që thash, asgjë mos mu shumë me bosh me falenderu, fjallë tjenë pa pare, mirënjohja është pa pare, respekti është pa pare, më lenë me thonë me këta. Shkurt, se minuta të Fitim Selimi, një kirurg i njohë i luftës edhe i kryqistë lokale, tha Dardan tha kam bosh, ka pas kandiduaj, me qenë se imi dhe në këtë garën për deputet, si deputet, edhe nuk fitoj ka kandidu për deputet. Dardan tha mbi 6.000 dhe gërajnë në ato në tha më kanë orë në përdur, tha me operu e me ndihmu, tha 2.000 për ty një kom ndihmu tjera, ja kom siguru medikamentet e krejta. Kuptoj, tha njerin, tha që është i lodhër, i mërzit, edhe pritën me shkru, i doshër doktor falënderit që me ndihmën tane, ma ndihmove nanën motër në kështu me radhë. Ta po nuk e kuptoj njerin tha që nuk din thas me t'i shkru të 3 fjallë, me thonë fëllëma. Kështë që populli jo në du të me ka më mirë njës për ata që i dhojnë kontribut. Falenderit shumë Qëndrim. Respekti falenderit. Falenderit Albert. Falenderit shumë. Falenderit dhe shikuzve natën e mirë, ka që të personë të shimi javë tjera.